Përshëndetje shikues të radio televizionit Distini, përshëndetje shikues të emisionit Një kafe me lave. Edhe sonte jemi bashk. Unë për shfrytëzoj rastin edhe për uroj festën e 28 nëntorit, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, por edhe nikështisht daljen e ushtrisë çlirimtare në skenë në atë kohë. Faleminderit secilit prej juve për kontributin e dhënë e aq më tepër në kohët më të vështira që kemi qenë së bashku. Edhe pse është planifikuar që sonte emisioni Një kafe me lavin tjetë festiv, kemi realizuar bashkë me Vullnet Gjuriqin, bashkë me orkestrën e tij, po e pamundshme. E pamundshme që ta anashkalojmë ato të cilin fakt na preku secilit prej neve. Nuk ka shqiptar që nuk e ka ndje dhimbjen dhe humbjen e shpatkasapit. Ashtu si që kam ndje edhe unë, edhe ky emision i sonte i dedikohet gjithçka shpatkasapit. Nuk e di, shumë e vështirë, ndoshta është edhe për mu, shumë e vështirë është ndoshta edhe për ata njerëz të cilët fakt e kanë pas afër vetes. Po mbi gjitha e vështirë është shumë për familjen. 4 javë shkun edhe në fakt ish bashkë në studion e emisionit Një kafe me lave. Gjatë asaj intervistës sa ishim bashkë, thuja që e ndau edhe të mirën edhe të keqen bashkë me mu, bashkë me shikuesit e emisionit Një kafe me lave. U shkëputën disa momente dhe u shkëputën disa pjesë në për shumë rrjete sociale. Sidomos me këngë kështë pas dëshirë ta pish një kafe. Ishte dëshira e tij që sikur ta kisha babin. Edhe me të, edhe do të prisja shumë çka sepse shumë herët i ka ndru jetë. Por edhe e falenderoj për gjithë atë kohë, falenderoj nanën, falenderoj Selvien, falenderoj shumë çka. Sikur ta dinte ndoshta që edhe është gjithçka fundi i tij. I ndëgjum edhe kemi me ndëgju gjithmonë, sepse mbi gjitha vepra e tij, zëri i tij, këngët e tij janë të pavdekshme edhe nuk na vdesin kurrë. Edhe pse ai ndroi jetë shkoi në amshim, por veprat e tij do t'i kujtojmë gjithmonë. Faleminderit i them edhe Lumit edhe Taulantit që edhe sonte janë gjithkohësh bashkë me ne, por sonte unë shpatkasapin e kam në studion e emisionit Një kafe me lave. E kam nëpërmjet viteve, të cilat fakt kanë qenë vitet të arta që kemi shijuar së bashku. Që nga dita e parë, që nga momenti i parë i karrierës tij, që nga intervista e tij e parë, është në arkiven e radio televizionit Distini dhe është në arkiven e emisionit Një kafe me lavin, është në arkiven e emisionit O Pap Njeri, por edhe O Plavi Partit. Gjatë gjitha atyre viteve kemi shpalos shumë çka. Kemi kujtime ndër kujtimet më të bukura që kemi pas. Po, ndoshta gjatë këtyre viteve historia bashkë me të është edhe bashkë me 2 mikeshat, cilat fakt e kemi ndarë të mirën të keqen së bashku. Shpesh herën ndoshta nata e dita besa edhe ju 24 orëshe, por ka ditë edhe 78 orëshe, 60 orëshe, ndoshta me qenë bashkë me të. Sonte në studion e emisionit Një kafe me lavin, unë i kam 2 mikesha të pandashme që kanë qenë shpatkasapit. Por nuk jam veçëm shpatit, sepse jam përgjithësi të familjes kasapi. Edhe njëherë për studios emisionit Një kafe me lavin, po e them, ngushëllime secilit prej juve, por edhe një ngushëllim i madh për ata fansat të cilët fakti ka pas flak që kanë dasht edhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite me dasht edhe me ndëgju këngën e tij. Big Mama Adelina Tahiri në studion e emisionit Një kafe me lavin, pas pak.
Gjitha ato fjalë që i thash, ndoshta kom gabu, diçka ndoshta nuk kom tregu, diçka ndoshta nuk jam shpreh ashtu siç duhet, ndoshta prej emocioneve, sepse janë mbi gjitha tonat edhe të realitetit. Por unë zakonisht në kuadër të misionit Një kafe m'lapën me fillim janë mësu shikuese që i falenderoj të cilët gjithë ata të cilët fakt janë mbështetësit e mi, por edhe mbi gjitha gjithmonë kam thonë faleminderit ekipit që i përmendi kameramanët, po sidomos në pult që është në realizim Astrid Idrizi. Astrid, ngushëllime dhe ty për shkak se djaltezës se ke shpatin, sot nuk është Astriti, po është Ariana Volli në vend ti. Astrid, edhe ty edhe familjes tënde shpreh ngushëllime prej studios së emisionit Një kafe m'lapën. Ariana, faleminderit, Hajdar, faleminderit, Fatos, Kushtrim, faleminderit secilit që janë pjesë e imja sonte, aq më tepër juve dyjave, sepse pyetëm edhe live kështu prej studios së emisionit Një kafe m'lapën, sepse jemi bashku bashk, jemi shtrëngu bashkë njëri me tjetrin, kemi shpreh ngushëllime në njëri tjetrit, pyetëm edhe këto ngushëllime edhe një herë publikisht këtu nëpërmjet televizionit. Faleminderit kap, ngushëllime edhe juve, gjithë popullit shqiptar, familjarëve, fansave, të gjithë ata të cilët e kanë dash. Nuk besoj se ka pat njëri që nuk e ka dash shpatin. Ju shpreh ngushëllime, durim, edhe pse ai nuk do të jetë më mesin ton, po kujtimi për të do të jetë i pavdekshëm, edhe do ta kujtojmë tërë jetën, gjithmonë do të jetë me zërin e ati, me pozitivitetin e tij, me këngët e ati, do të jenë gjithmonë me ne. Mos të përsëris të njëjtën, si të bigut, të njëjtën e mendoj ngushtimet më të mëdha shkojnë familjes, publikut, dhe edhe pse ai nuk do flet më, nuk do të krijon, po veprat e tij gjithmonë do mbesin gjallë dhe gjithmonë do ta kujtojmë që ka lënë vull në muzikën shqiptare dhe që do jetë i paharuar, sidomos për neve që kemi pas mundësinë ta kemi në prani, të rrimë atë, të kemi momente dhe ne e kemi dhe më vështirë se të tjerët. Po, njerëzit e mëdhej dhe njerëzit me sukseset të mëdhaja dhe artistët të mëdhej fatkeqësisht dhe në botë dhe të neve kështu ndodh, nuk jetojnë gjatë. Me kujtu e vështirë sonte me shpalos shumë çka, për shkak që unë thash edhe me fillim, jeni ju dyat, jam unë, që fakt për ditës parë kemi qenë bashkë, në çdo rrugtim ndoshta, por e kemi nda edhe të mirat, por e kemi nda edhe të këqijat së bashku. Big, për mu ke shumë e vështirë, tash po du të ju dyjat. Për mu ke shumë e vështirë dhe me tona e ditë, kur në fakt që ndresa më zgjën për gjumit, edhe mundohet shikuesit e dinë, se unë nuk e kom mohu asnjëherë, sepse unë i kam 3 stenda dhe kam pas vetë, dhe me thonë, sulm në atë ko, edhe më zgjën ka dalëm, thotë, po më duke që Bigu, tha, për të thirë Bigu, Big Mama për të ljabë të në konë, ljabë zgjohë se Bigi për të shkruun, edhe e kisha fështirë dhe më thonë, mu zgju për i gjumit, nuk e di pse, ma kështu zotin i një ronim në gjumit, edhe unë i këthena pse, më thotë, ka dalë, qëtësoho me veten, si ma ka bo qëtësoho, ablin dhe më thonë, qëtësoho me veten, mëse merë shumë me stres, di që njerëzit e dim fërtmi që jetojnë, nuk jetojnë, edhe veç ma ka po shpat kasapi ka ndru jetë. Nuk e di, në ato moment dhe më thonë, unë veç jam ftoft, unë më konë veç i ftoft. Unë veç i ftoft, nuk e di dhe më thonë që am kam bet një pikë gjakë në trup. Edhe edhe nuk e di, zdi, që shë më zgjua ato momente. Qysh ke të ju dyjat, Big edhe pse paka shumë ki qenë. Që kom informu juve dyve, njëjtë e kam përjetu shumë keq, lap, më zgjohëm zakonisht herët, u zgjova herët, po ishtë një ngjarje shumë interesante edhe të unë. Shumë herët mbje telefoni 3 herë, 4 herë reshtazi. Edhe me një moment e marrë e shof një numër i pa njohën, edhe thëmë, alo, ma kërkon dikë tjetër në telefon. Po, kur më ra reshtazi telefoni 3-4 herë, tha shobi, kush po thirrë mëngjes, vetë se ka ndodhë diçka. Automatikisht shkon mediat e familjarët, për shkak se ishan shkup vetë në banes. Thash ta hap, thash qa ka ndodh, a ka në e zorë, në e diçka ka ndodh në pikë mëngjesit, nuk thirrë dikush 4 herë, reshtazi. Ma kërkojnë dikë tjetër, bilu bona nervos, ja e ka një shame, thash a je mirë bre me mend, thash e lyp filanin, thash nuk, jo ma i gabim është edhe ndala. E ndala dhe u zgjova, se kom edhe gjumin e letë edhe zgjova me erës i thash,
U zgjova dhe marrë telefonin në atë moment, e kemi mikë përbashkët, Nikun nga Filanda, ma dërgon një lajm për shpatin. Edhe e shof lajmin, në atë moment ftofem edhe thëm, ecë more se më myten me çto lajmet e rrejshme, e dim portalet se për Kemi vdek krejt nga 3 herë për portaleve. Edhe unë kom deke, jom gjallë, jena martu, jena martu. Din të bëjnë, thash rënësh, edhe më kish pyet, e din që jam mikeshe ngusht e shpatit edhe më thot fake është sigurisht. Thash fake është, more çfarë ti futja, thash te lajmit pa lidhje. E shof lajmin, është dalë prej televizionit 21. E di që televizioni 21 nuk nxjerr lajme tilla, se është televizion, nuk është portal me fapko e pa mund dalë zemra për një moment. Thash, ndoshta kanë digju për ndonjë portali tjetër, mund gaboje, tu i dhënë non stop, tu mos që mos me besu, mos tu i dhënë që është rren me çdo kusht. Kemi një gazetare tjetër, Liridonën Tetovës, që e kom shoqe, e shof e di që edhe ajo nuk nxjerr lajme dhe direkt atë kom kontaktu, pa me shqetësu familjarët e shpatit edhe pa me marrë shpatin në telefon. I shkruaj Liridonës edhe Liridona më thëtë, mi ke vërtet, si thysh, vesh një dridhun trupit edhe vesh jo mull në salon, nuk e besojsh. Nuk e besoja, po edhe unë thëmë, a je sigurt, a ke burimet sigurt a Liridon? Thot, bik, kam fol me nusën e shpatit, është shumë e vërtet, ata ka marrë. Prap mundohesha gjej diçka që të më thot dikur se nuk është e vërtet, nuk desha ta besoj, akoma se besoj, po ja që është një vërtet e hidhur, deshëm s'deshëm ne, Zoti e ka marrë pranë ti, po e përjetova shumë keq. Edhe normalisht që desha ta ndaj me njerë me miqë tonë me ty, Adelinën nuk e shqetësova, po diskutova me nënën e Adelinës me Teutën, më tha që i flenë në Adelina, thash, mos e zgjo, mos e zgjo, kishë patin së në këten se të zgjo të bejgjumit. Thash, dhe të merot, bile e në të flenë, mos të merot, e ka ditën, ta në ditën dhe mërzitet bolë. Pastaj mori edhe Adelina, normalisht gjithë miqt, i faleminderoj gjithë kolegët, cilët më kanë marrë në telefon, kërkojnë ndjesë edhe për shumicave nuk kom hap telefonin, edhe për televizionet, edhe për portalet, besoj se më kuptojnë. Ka qenë një ditë e të mërshme, ditë e mërkurës, nuk e di një ditë e zymt, Macedonia, Tetova, Shkupi, se kom lëviz të angos, si kurse një hi e zes e kishë mbulu gjithë qytetin. Edhe ka po silësha, me kë po flisja e njëtja gjë, e njef shpatin, se njef shpatin gjithë njëtën dhimbje që e kisha, edhe unë, si e njofë, si nuk e njofë gjithë e kishe njëtën dhimbje, edhe qjeli nuk ka pushu të qajtë për shpatin. Shë që mund ta marrim me men se çfarë njeriu, jo vetëm me muzikën, edhe me këngët e veta, po shpati dhe të lënë gjurmë me njerëzillëkun që ka pat, me humanitetin, me personalitetin, edhe me atë shpirtin e pastër që ka pat ai. Adelin? Lab, unë zakonisht qojmë shumë herët, qojmë në ora 7 për cilë djalin për shkollë, dhe kur është koha më e keqe, kur është me shi, mundohem prapë të bitë flej. Edhe rash, e ndëgjova burin që ikun punë, dhe e kam gjumin shumë të letë. E ndëgjova telefonin e le gjithmonë me za, se shumë veta nuk ma kanë numrin. Ata që ma kanë, janë njerëz tamam. Nëse merë ti mund telefonin ty të hapi, po ti në 7 mëngjes nuk më merë telefon. Dhe isha në gjumë edhe e ndëgjova mami mira telefonit, po mira shkurt, vetëm një herë. Thash, ajtë ndoshta veç do në me më dëgju, të njëjtën e boni buri, se kisha dalë dhe portalet e Macedon, dhe i kishë ledzu, dhe që ka besu ose ka dasht me informu mu. Thash, të dytë edhe mami, edhe a i po merë, thash, realisht thash më s'ka ndodhë diqka me Jonin, se ato të kopshtit Jonit nuk e ka numrin tim, shkollës në fakt. Edhe u qova, edhe nuk e di, nga natën e kisha lanë telefonën në Instagram, dhe hapi Instagramin, foto e parë që më del rest in peace për shpat kasapin vitin e lindjes dhe vitin e vdekjes. Dhe kam hek direkt edhe kam marrë mas pari burin në telefon. Dhe më tha, ngushlime, tha, po shpati kështu, shtu thash, ti si po më thu thash ngushlime, a e din sigur, se nuk i besoj portaleve. Ndërsa ai që është një fushës tjetër, a i mendon se gjithë qka shkrujet, me një farë mënyre e beson.
Tha, Adelina tha, është bonami, tha në media, tha, nuk është një portal, tha, po flasim, nuk e besoj, tha, se është gënjeshtër, tha, se kanë shkrujt pa fonda. E mora me mend, masi portalet Macedona se kanë shkrujt, kur e o marë mamin, më mirë mos ta kisha marë, mamin më shtini dhe, ajo bo shumë keqë. Nuk më la, unë me qajt, po e tham shumë sinqerisht se u deshtë t'i japë kur ajo su ishte bo shumë keqë, pinte, t'i kishtë hyp shtypja, thash, mami, mere vetën pak, dhe u traumatizova me mëngjes, nuk u mlan me mu stresu unë prej të mundu. Mami ishte bo me të vërtet, ishte shumë keqë dhe prap është me një mosh pak më të madhe dhe u mërzita dhe shmami, ka ndodhë shka ka ndodhë, nuk e disha as shka ka ndodhë, as ku është. E mbylla telefonin me mamin, e mora bigun. Prap nuk e besojsha, e mora bigun dhe është bigi. Të prish pres, se dikush do të those a ndëqove, bre bigi, është kështu, ta shtu po pres me ma po hudi edhe dikush tjetër. Tha, po Adelina, njëtën ko po më shkru në Diana, ishte në fakultet, po më shkru në foto të qajt, ishtë bo kuq. Edhe veç e kom nalë telefonin, kom qenë salon vetë edhe isha veç vetë në shpi, më kapi një vaj, edhe më kujtu gjdo moment maj miri me te, det ma të fështirat, kur kemi qenë pa gjumë. Shivej, me qenë artist, në gjithi i vlerësojmë kur si kemi. Gjdo kush prej ne, kemi kalu momente shumë fështira njët. Nuk është vetëm suksesi, momente ndesh financiare, ndesh aj stresi udhtimi me aeroplan, ndesh stresi prej në aeroportin tjetër, ne kemi kalu bashkë. Për ato i përjetojmë gjanat kaq afër se lartë qoftë si jom nesër, unë të kujtohet momente që ka ke kalu me mu. Lartë qoftë i ndodhë diçka kësaj, ne jemi familje, unë ma shumë jam pa me shpatin, me bigin, me ty, se me vajzën e tezës tem, ose me djalin e Agjës që i kam gjak. Dhe ne lidhemi ma shumë. Humbja, kur ne humbim një të afërt, dikush me ndonë që ne përfitojmë, ose jo, ne përjetojmë si një antar të familjes. Se unë kur kom pas probleme, i kam nda me bigin, probleme qoftë familjare, qoftë bashkëshortore, nuk mund është ikësh asaj, se ne kemi nda krevetin, tavolinën, shtratin, skenën e kemi nda bashkë. Dhe ka qenë dhimbje shumë e madhe, po me të vërtet shumë e madhe. Nuk di që ka të them se është një shumë i ri. Imaginu unë si e kam, nuk mund të imaginu se mund të me pas nana vetë, gruja vetë, fëmija që tek do në muri. Mos t'i diskutoj tjerët kur ne e kemi ka që fështirë. Po, një gjë është e mirë të artistët, se ne kur nuk vdesim, sepse veprat gjithmonë lejnë gjurëm dhe do jetë këtu mes neve, ne do e kemi dhe në më të vështirë se e njofim, sepse një buzëqeshje ati dhe mënyra si ma ka thira emrin, unë akoma e kam vesh. Adelin, edhe njëjtë unë në thash para 4 jave, dhe më tonë, kur ishë në emision, dhe më tonë, edhe gjatë bisedës, kur unë flasë, dhe më tonë, që takimi me kolegët e me këta, edhe të regon që faktikisht, që nuk është veç me Adelinën, po është edhe me të utën, dhe më tonë, edhe me nanën Adelinës, e përmend, bilim të këllë, të këtë intervista, kështu që i përmend gjithë, dhe më tonë, ata cilë fakt e kam pas një raport edhe kam pas një miqësi. Unë po flasë, dhe më tonë, që kemi qenë të lidhun, kemi qenë shumë shpesh të lidhun, kemi qenë të lidhun atë shumë, sa që unë po e thëmë publikisht tani këto momente, për shkak që në periullën kur edhe unë kom fillu në televizionit, edhe periullën faktikisht që edhe ju keni fillu në atë ko, ka qenë në tapesti si derë edhe hapme për se cilin për juve ku keni qenë pjesa asaj, është transmitu të radio televizionin një sëni, edhe unë ka marrë dhe i kom boj intervistat bashkë me juve në Shkup. Po në atë ko ka qenë ndryshe, ka pas pak hotele, po jënë konë në hotelet shumë shtrejta, edhe na i kena pas roga shumë të vogla, është dash me plejt, është të shpia Shpatit, o të shpia Adelinës, o të shpia Bigit, është dash me plejt në për shpia dikujna. Edhe jemi knaq. Edhe le që kemi plejt e dikush, po jemi mlidhë të njën i tjetëri një farë mënyre. Ma të mira njëti, kom kur ka ardhë Bigi, ti e pa fund kolegë tjerë, Bertani, Shpati, Agnesa, kur kemi ardhën të unë, edhe kemi kalu, ajo është shoqni reale. Sot shive estrada, fatkeqësisht, kjo i muzikë shumë të mirë, krejt, po nuk është ajo shoqni reale si kur dikur. Ne ala kemi një raport shumë të mirë familjar, jo kolektiv. Ne ndjemi si familje. Nëse ty të ka ndodhë diçka ke pas
fatkeqësin me babin, ne gjithë kemi qenë këtu, jo për përkrahje mediume ose për interes. E kemi ndje ashtu, nuk ka qenë aktrim. Dhe nga ka mbetaja për hir të asaj shoqërie që kemi ndej tërkohës bashkë. E diskutum bashkë, të më thonë, ty nuk të ka radhë, Elin, inshallah Zot nuk e provon, por e diskutum me Bigin. Edhe Bigi më thotë edhe unë i thamë për nisna. Edhe më thotë për alab, apo e lojmë nesër. Dhe më thonë qatë ditë, dhe më thonë unë i thamë jo. Nuk du as nesër, as një ditë, unë sot po vi, po nisna edhe po shkojmë të shpia. Thash nëse shojmë shumë njerëz nuk futëm randa, po unë pa tjetër dhe më thonë po nisna po vi, edhe kjo po thotë, po e lojmë për ndështë ta nesër, o Big. Thash, a e ki përjetu vetë, po, qështu ka do kur të ka marrë, thash, qatë ditë dhe më thonë edhe kom hymë randa në shpe. Nisë. Thash, kështu edhe me shma ka bo, niso, mos e diskuton mo. Kërë që edhe për mu, edhe për Bigin, edhe për, nuk e di, ke shumë e fështirë, dhe më thonë, kush ke shumë e fështirë, për shkak që unë për thëmë, 3-4 javë ma përpara në emision qëtu, po e folë, po e falenderon, edhe për thëtë falimderit publikisht piktuit, edhe bashkëshortës, edhe nanës, edhe krejtve, edhe unë po shkoj po hymë me atna, do më thonë bashkë me Bigin, po hymë shpe, edhe po më kthejet, edhe po thëtë, bre labre, po shumë të ka dasht. Edhe unë e kam dasht ata, po në fakt, do më thonë, e di ajo gru që ka bo, edhe që ka shkon në gjendje për me bo, dhe me thonë për atë djallë. Nuk du me diskutu atë pjesë. Që ajo pjesë është pjesë ma e ndishme, ku faktikisht nuk ka askush në stradë, dhe me thonë që nuk e nje nanën e shpatit, që ka ditë me kryu dhe që ka ditë me bo. Pike dopte e asaj është shpati. Zoti ja falë durimin, sabrin, ja falë shëndetin edhe besoj se të ta celet të të bëhet e fort për atë nipshen e vogël. Besoj se a i dhe jetë kujtimi më i bukur për shpatit, për nanën e shpatit, edhe pse gjithë e dim edhe mu direkt me jam ka shku ke nanën e shpatit. Ne e dim se ajo se si da përballon, po Zotit kur ta qon një të keqe, ta qon edhe sabrin, shumë e fort ishte, kur e pam, e mban të veten, shpresoj se ta mban, edhe më tutje, se ne gjithë e dim, unë e di që nga 97 kur kemi qenë fëmijë me shpatin, prej asaj kohe, teta Gjullim Sere ka qenë e lidhur me shpatin, shpati të arije sukses, shpati ti realizoje ëndrat. Kemi shumë kujtimet bukura. Ta shtim, gjitha kujtimet është unë ndështa edhe për shikuesit për e thamë. Kujtimet e bukura në lidhën gjithë shka me busqeshjen. Gjithë shka është me batutat, me humorin e ti, për shkak se ka qenë i tilë ka qenë. Ka qenë, nuk e di a ka egzistu fjalla jo. Po flasim sinqeresht. Jo qenë mi para kamerës edhe me thonë, po e marrë shambull, unë gjithmonë e kom thonë edhe vazhdoj me thonë. E zeza veti, e mira e gjithë kujtë. Në me thonë si shprejhje, dhe me thonë e mira e gjithë kujtë. Për shkak që nuk ka ditë me na thonë jo kur, nuk ka ditë me thonë po pritoj me bo, nuk ka ditë me thonë që nuk bohet, po bohet, kur ka thonë vi, ka qenë e kry me gjithë shkape, ka qenë tuja një motor shumë i mirë i shoqnis, edhe na ka mbajt me shumë batuta. Keni përjetime, edhe jo, edhe unë, kemi secili përjetime. Qka po të bjenë me në bikit, që ta shko momente, që për është buza në gaz, qka po të bjenë? Gjithë më vjerë, me shpatin kom pas shumë kujtimet, fillojmë pe pushimeve që kemi pat në Egypt, si të me një shtrat kemi flet me shpatin, kemi qenë si vlla e motër. Milen shumicën e rasteve në fillimet karierës neve në Shqipëni me ndëshin se jemi familje, e kom djalmigje ose se unë bjemërin e kom Kasami. Shpati Kasapi edhe shumica me ndëshin se jemi familje. Udhëtime pa fund, koncerte pa fund, pushime pa fund, qefe pa fund, hajgare, po hajgare të ronda i këna pasën e pak. Po që mund të mbjen mend dhe ta cek diçka një udhëtim që kemi qenë Zvicër. E ki përmend këto edhe të nisënishin nëse nuk gaboj, që një udhëtim në Zvicër, por nuk e ke të regu. Po, nuk e të regova, dit isha shumë e randume dhe beso nuk mund që atë flasë, nuk mund që atë tregoj. Gjera kom qenë ditë e parë ka qenë shumë e keqe edhe dhe lidhem për atë ditë për shkak intervistave, televizionve, këtyre gjerave, ju premtova disa miqve që do t'jap një deklarat, kom qenë me dy mendje, atë jap a mos jap,
se nuk e kom pat ditën për dhanë edhe nuk kam dashtja, po nga një anë nuk e kom pat si borç, obligim moral ndaj shpatit, nuk kam dash tala atë ditë bët një dedikim e misionit si kjo, edhe unë mos vi, ju mundu, po ne televizionet tona mendojnë se ne jemi robota edhe hajde, të gjithë dhe japim intervista. Edhe isha shumë e rëndume, edhe kërkoj falje donës që nuk mundi atja tregoj atë ngjarjen e bukur, kujtimin e bukur, po e njëjtë, prapë 21 po e tregoj. Ka qenë një udhim ku unë me shpatin edhe me vllaun tim, unë nisëm për Zvicër. Edhe ishte një organizim... Me Skupin? Me Skupin, me Skupin. Ne kemi udhëtu shumë bashkë, unë, Shpati edhe Skupi, edhe në për Shqipëri me vetur, edhe në jashtë shtetit. Edhe ishim një natë para në koncert diku në Gjilana Zdi, ishim pa gjumë. Edhe direkt prinë Prishtinë, unë nisëm në aeroport në Zvicër. Ma bet ka 17 vite, 15 vite a Zveceri. Edhe unë në rash, ma pare nuk në qëshin hoteli, shkojshim në për shpijat e organizatorëve ato, edhe për respekt, edhe për nderë në mirëshin shpi. Edhe unë kam ranë në salon, unë isha të vdekë për gjumë. Edhe kam ranë dhe si në klap, kështu si në gjumë, po i ndigjon. Ndërkohë e ndigjoj vllaun tim edhe Shpati, po bisedojnë me vajzën e asaj organizatores. E është një vajzë pak me lastume. Edhe kthetet i thot, ju të tovar jeni? Edhe Shpati me vllaun tim, po të tovar jemi. Edhe, ajo këtë, hitë si du të tovar. Hitë si do në të tovar, dhe shkur këtë i Shpati. Tha, pse si do në të tovar, që kanë të tovar? Tha, po, nuk i du të tovar, se të tovar janë shumë dembela, të tovar nuk janë punëtor, të tovar nisi të shanë të tovar, e dhe shkur të po nervos Shpati. Kush mi, tha, nuk o, tha, punëtor, tha. Oj, ti mi, tha, a e di, tha, kitë të tova, tha, në Hrvatsk, në Sloveni. Tha, në për Poreq, e në për Rijek, tha, slat karnicat, burektoret, kush i mbajnë, tha, të tovar, tha, s'ka në punëtor të tovar. Si isha kështu në gjumë, vesh kur t'ja po fut, se e prisha se me qa dhe lavdohet Shpati me të tovar, po e në gjithë, se me të vërtet, ta mbregdetin e Kroaci se mbajnë të tovartë, e shtash isha këtë vit për pushime, edhe sërshë i shifsha ëmbëltore të tova, kostivarit të tova. Se tova bo që ju ka ty edhe Shpatin, edhe plot artista tjerë, është vend shumë i vogël të tova, ndërlidhim të tova është vend shumë i vogël që ka shumë artista. Edhe Gostivari mund të, se në krahasim me Shkupin, Shkupi është shumë i madh, po artistat që ka të tova janë shumë edhe përkundrazi unë një njoftë të tovar të shumë, edhe shumë punëtor janë, në përgjithësi janë punëtor. Po, Shpati ma ka lanë atë serë, kur më thot dikush diçka për të tovarët, edhe unë njëtë atë mafin e Shpatit, dhe me te e budal, kitë slat karnicat i kene në akulloren ma të mirë, kush e bëjnë të tovarët në për kretë bregdetin e kratë. Se cili prej neve kemi momentin bukurat. Edhe një moment mu kujtu u lapshtash. Ishtë interesant të kujtujem duke u qesh Shpatin në gjirimin e vitit 3 kemi qenë të ti o plabi parti. Normal, kërseni, mund atër isha edhe 2 herë sa isha. Edhe mundojsha grata të veshëm kishe seksi atër. Edhe kisha vesh një body qështu. Pak ra edhe si lastëk ishte. Edhe jena shu kësejmë me Shpatin. Po, tu kësi dango, as di qa murë të më qoj Shpati mu. A mu mund të më 200 kg, njeri të më qoj Shpati. Lesi ju ko qitë mitis si Shpatit. Edhe mu, sikur se ma krefi posh, ka të në una, Shpati ma pa e gjoksi. U habita, mendova se është diku ishi huje për një moment, thash. Thash e në unë sa budale. Thash unë ty si vla, me ty flemi një shtrat, po, sa u trishtova, sikur se po më shef një huj. E në Shpati më këti. Tha, i huj, o e lëshka, ma tha, sajni nuk frohet. Tha, o bigi, tha, motër, kam, tha. Tha, i huj, ma tha, sajni nuk frohet, tha. Tha, sho Shpat, e në taj për sherbet dhe. Ja, me batuta, gjithë më në batuta, më së Adelin? Adelin ka bashkë me mu. Unë Shpatin kom përjetu pa fund. Një ndër rastet interesante që ka qenë, ishim me Jasirin. Unë Shpati Jasiri na uzite dhe na qonë të prish Shkup në aeroport Prishtinë. Ama kiri Jasirit ishte me plin. Edhe unë nuk e disha. Unë isha pa gjumë, udhtimi sikur ishte në 5 mëngjesa, në 6, edhe ndeshte në ora 2 natës, 3 me udhtu. Edhe unë jam më fut gjumë për mas,
Edhe unë e kisha shumë frikë, kom sot e kësaj dite kur më vozit dikush natë më sta zëgjumi. Nuk e di pse. Edhe thesha shpatit lutna. Bëni muhabet, se nëse nisha shpatin që është të shujtë, unë që shumë njerë me paja sirin apo flen. Edhe nëse unë e kisha fut gjumë, kisha flejt mirë, ama jo pjesa e plinit kishin aty për mas. Unë e s'kom pa kur gjo, s'kom ndi kur gjo. Hymë në aeroport, kalon testi edhe, a i din që është testi për eksplozion? Po. Vjen alarmi të unë edhe të shpati. Se qohet krejt aeroporti. I Prishtinës neve na del pozitiv të dyve. Për eksplozim. Piplinit. Piplinit vetëm. Piplinit. Kanë marrë këtë teshtë. Nuk na shpoj. Se keni bojë atë Allahu Ekber. Shpati, këto tha. E boni shpati, e di. Adelina tha, e din qka tha, do të bëjë tha, unë e tha Allahu Ekber. Tha edhe plumë tha. Allahu Ekber edhe. Kur nuk e arë. Kapni. 2 orë, edhe tash ato t'ishim Zvicër, direkt, nda këtheshin mrap edhe në testet tjera. Po këtu në aeroport në njifshin neve, në thëshim pse. Unë nuk e disha pse. Plinit rrë. Shpati tha, a si t'ju tregoj be tha kirin tha me plin, tha i kështë tha jasirin. Të në ardhë mare dhe me këngëtarë zvezda, jo kirin me plin. Po, kemi kalu shumë kështë edhe një ka qenë me Bigin, ishim në Tiranë, edhe Bigi si e madhe, që është numrin e kamës sa Shpatit. 25. Edhe, sa qizmet, ta është të vike qizme, kjo është Gushta. Do i kemi veshën, ama nuk i bon të numri. Shka me bo Shpati veshte, qizmet e Bigit e pa kompleksi. Me mi gjënu, je im shra Shpatit me mi gjënu, qizmet e mas ne i mi veshune. Adelina është këritu që është për erë. Adelina në ka për neve. Shumë, unë si vla e motër e kom edhe Bigin edhe Shpatin e kom, po flasa akoma në tashmën se nuk e di pse. Po me të vërtet, të njëjtën dashuri që e kom pasur për Shpatin edhe që akoma, e kom edhe për Bigin, e kom, nuk e di, ndoshta nuk shifemi çdo ditë, po me të vërtet i dua edhe e kom pas si vlla, sinqerisht e kom pas si vlla edhe kam momente pa fund tilla, tash se jemi edhe të rënduma edhe kur e mendon nuk të kujtohet, po edhe me i tregu disa situata që ndoshta për momentin ty nuk të bën me qesh, po kur e kom përjetu në moment kanë qenë momente parume. Sonte kemi me kujtu, për shkak që unë kur u futa vish në arkiv dhe me tonë të emisioneve, dhe me tonë qka kisha dhe me tonë bashkë me Shpatin, prej viteve të para. Dhe me tonë tasaj kohë, deri të sotit, deri sa mo edhe një video është publiku edhe është edhe një Instagramin tim në regji një senishit, kur ka qenë, dhe me tonë e ka ardhe, ka provu edhe qësh është me realizu komplet emisionin. Kështu që kom gjanat arkives e kisha dash mundal të kangët. Për shkak që qash shumë kangë edhe që kishtë tek unë, sidomos tek Oplavi Parti, në për vite, kështu që e shohim edhe ndryshimin, e shohim edhe dalimin, e pa mundshme dhe me thonë për mi lëshu edhe mi publiku gjitha, po komo mundu pika shkurt ta bilem gjatë natës sënë me refrenet e se cilit prej kangëve mi a kujtu, cilat fakti ka pas tek Oplavi Parti në për vite. Kështu që këto momente, unë i tomë shikuesve qëndrojmë bashkë me ne, edhe shkëputëm për pak minuta edhe jemi bashkë me Shpatin, e kujtojmë Shpatin në për vite, edhe kthehemi prap bashkë me Bigun edhe me Adelina. Do të bëj magji, moj mane, po të ikësh ti, moj mane, do të bëj magji, moj mane, do të bëj. Do të bëj magji, moj mane, po të ikësh ti, moj mane, do të bëj magji, moj mane, do të bëj. Më ke trahtu, sa m'ke lëndu, të kam dashuru, sa të kam besu, daj nuk ta fal më kapimin e bët, deri sa t'jem gjallë. Më ke trahtu, sa m'ke lëndu, të kam dashuru, sa të kam besu, daj nuk ta fal më kapimin e bët, deri sa t'jem gjallë. Për ty unë nuk kam vler, ndaj dhe më lesi të mjet. Ndoshta pra to më kujtosh një dit, e di se pa mua s'to kesh drit. Ndoshta më për
mua sot ke shtri. Vajza bukurane, jetë për sharmante ma tranon. Dalin natën në lokale dhe vajzat e tjera gjelozojnë. Dalin vajza bukurane, jetë për sharmante ma tranon. Dalin natën në lokale dhe vajzat e tjera gjelozojnë. Ti larte ti fol, çka ke tashmë shumë në jetë, sepse ti nuk harrohesh lejt. Fol për thuaj një të vërtet, sa ta blen ti shpirtin sa. Jemi dash sa jemi shah, jemi këtyne duke gjatë. Hape shpirti për herë të parë, po një herë me zemër. Ani, 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 ti te dën se shkani, se po filali, shumë te dën gjani. Ani, ani, ti të dën se shkani, të puhet filali, shumë të dën gjani. Ani, 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 ti te dën se shkani, se po filali, shumë te dën gjani. Ani, ani, ti të dën se shkani, të puhet filali, shumë të dën gjani. Po kuptoj tash, veç ty të dua, vazhdoj të dua si më parë. Dhe po kuptoj tash, veç ty të dua, vazhdoj të dua si më parë. Dhe po kuptoj tash, veç ty të dua, vazhdoj të dua si më parë. Dhe po kuptoj tash, veç ty të dua, vazhdoj të dua si më parë. I kujtum disa prej kongve në për vite që i ka pas, i ka këndu. E di se edhe kur jemi këtu bashkë, dhe më thonë edhe sa po i shohim, dhe më thonë edhe ndryshimit për një vitin, në vitin tjetër, edhe se cilin prej kongve, dhe më thonë që na ja dim përmenç. Po kështu, cilat kong, dhe më thonë, cilat kong i keni, dhe më thonë, që patit big, që i veçan që thush, valla kjo është. Shif, unë çdo këngë me shpatin ka një histori edhe një kujtim, se në cilin festivale ka këndu ne kemi qenë bashkë aty. Po. Prej Fisnike të fillim, Pa fund. pa fund E, këngë të në tjera. këngë magjike, po, këngë, shuje, po, Axhami, Axhami, shuje. plot, Por pa fund. kënga për mu e cila do jetë e pavdekshme dhe gjithmonë do ta kujtoj, është kush të ndau për me. Kush të ndafë? E kush në ndau prej E teje? kush na ndau për te. X. Big, edhe këta dhët, ja, janë shumë shpejt. Faleminderit Lum, faleminderit Taulan, sepse edhe ju, Lumë që ndur, djemë. edhe ju, do të thonë, 4 javë i ka që ushtruam bashkë edhe kënduam bashkë, do të thonë gjithçka, edhe më bëjke, ej, bëm ju tag djemve që t'ju bëj edhe unë repost, edhe t'ju bëj edhe unë tag. Kështu që e di që shumë qka u tha, e pati intervistën, e keni pa dhe me thonë që shumë qka tha, thuse që është fundi, është gjithë shkafin, nështë edhe e tina. I me thotë të e ndjen, njeriu e ndjen. Si rastisht gjithë njerëzit që për e njohim e kemi taku tash frikë. Unë krejtë rastisht e kom taku në aeroport, kur unë niste për Itali. Isha me Dianën, isha të shku në Vjenë, a ishte me Silvina dhe me djalin. Adelina tha, djali ka pak probleme, po shkoj për shërim atje. Kushta kum të Adelin që bekuje si ku e kom tutë që në mënyra e si folte, nuk është rasti, njeriu e ndjen. Unë besoj me një fuqi, unë besoj në Zotë, dhe kur që nuk është rasti, edhe në emision këtu që i përmeni gjitha ato njerës, pse si ka përmendë në një emision tjetër, kështu që unë mendoj që
e ndjen. E ndjen, thash. Njëta gjë ke edhe me mu para 3 jave, ishim gjirim viti 3. Se ere bëshim e do bëjmë duet se ere, për e lashim si asgjë, se edhe me kemi të sigur të atë punë. Unë atë këtë dështë me dikë tjetër këndoj një potpuri, një këngë. Edhe Shpati mu këthy atë natë më tha, Bik tha, e bëjmë misa i zezon të këndojmë të dy, tha, të dy të varë. Thash, po për Shpati, thash, hajde e bëjmë. Sikur se direkt kur e kuptova lajmin, direkt më shkoj mendja te kjo gjë para 3 jave, sikur se deshti me malat, një amanet, një kujtim të fundit, një bashkëpunim. Edhe malat kujtimin ma të bukur. Me nëzis pres tash atë video, nuk e di, atë të transmetohet, po unë do të bëjt shmos. Për ta marrë atë video, edhe ta mbaj gjithmonë si kujtimin më të bukur që e kam nga Shpati. Unë uroj që transmetohet. Unë të uroj që transmetohet për shkak se duhet. Pa marrë parasysh, dhe më thënë edhe pse ai nuk është njetë, ajo është realizuar, është gjiru para prakisht edhe pak ma herët. Nuk ka arsye pse mos po transmetuar. Ajo është vepër e tij që do të mbetet me Big, ai është artist dhe veprat e tij duhen të ruhen tash, mos nxjerren, po biles Të njerë është jeta shumë e padrejtë. Gjirësh programin festiv, edhe vetë se në arrin ta presish festën e fund vitit. Bik, e din për të mirë, që unë kom fillu dhe kom punu diçka dhe jam përgatit dhe më thonë për 25 vitore. Ti e din dhe më thonë krejt gjithë shka, që qka o bo dhe më thonë edhe e pata këtu, edhe e pata edhe të lokali. Përgatit të veshje për? Veshjet për program festiv, por i kryti disa gjirime që i patë. Qoftë të shpetimi, apo qoftë diku tjetër që i ka realizu. Qka veshim thate ti, bëmi gati, edhe mas ndej anesëm e folë me diskutu për punën e prajmit Big Brother. Dhe më thonë, edhe për ato e diskutum, dhe më thonë, që ka me qenë pjesë e kësaj, por ai nuk patë mundësi, nëse se dhe më thonë që Zoti deshti ma përpara e murë atje, se sa që fakti realizon gjitha këto. Kemi realizu shumë shka, kemi realizu shumë emisione, kemi realizu shumë intervista, shumë programe zbashku. Sa iftarit kemi hongër, qoftë të shtëpja tina, e qoftë unë këtu, edhe në emision. Vjetë e kishim la. Po, vjetë e kena pas iftarin, dhe më Se tonë, kemi qesh. shumë intervista. Prej tash të programet, kur për ju këthej, dhe më tonë, dhe po këthejet një nostalgji, cilin qka më bani mend, për cilave gjirimeve më bani mend ma shumë, që me mujtë edhe me shkpu diçka për shikuesit. Sepse unë i kam gjitha, unë ta. Sinqerisht, unë personalisht, jo më ere se Bigi ka përvojë ndoshta më shumë më gjatë me Shpatin. Unë, nëse se më e rregull ka qenë, sinqerisht, kam qenë më të privilegjuar, më të kanë qenë inqizimet e vitit 3, me Labin. Dhe ato në inqizimet e vitit 3 kanë qenë më të gjata, që kemi nejtë deri në 5-6 mëngjes. Po edhe me net. Po, edhe me net, edhe ato gjyrimet vitit 3, unë i kisha nda se ishte edhe Shpati, edhe Bigi, edhe u shoqënoshim gjithë bashkë, inqizimet kur shkojshim në për fshat me ty që në ashtu që gjithë shka me bo. Edhe janë të paharushme, shive janë kujtime që do t'i mbaj, ato të në mesin. Ato të në mesin. Dhe më tonë, unë a bën... Unë ma shumë du katunin dash. E katundin, okej, për ndali dhe më tonë, për ndali edhe pse shumë të shka. Edhe se kom haru, se ti ki memorjen ma të fortë se kompjuterë, a mu m'ka shku, si tash parës, parës mundje kom. Ishte e smundje me harres. Alzheimer? Alzheimer. Thash, Adelin, thash unë me Alzheimer, jo, me të vërtet shumë gropa kom të ru. Po në gropë, jo. Për ato gjithë shka që bëhet me kamerë mbetet. Po. Shumë kisha dash se unë i harroj. Edhe pse, i kom shumë momente, po katunin e kom e di që ja ty kemi lanë. Aty kemi qesh shumë.
Po i shkëpos disa prej momenteve, dhe me tonë, ma të bukra të emisioneve, shumëta që i kena. Dhe me tonë, edhe po e përfundojmë, dhe me tonë, gjithçka për shkak se po du me transmitu edhe një pjesë tjetër që nuk ju ka ra shorti me juve dygave, po i ka ra shorti në këtë anë, dhe me tonë, edhe bashkë me tunën, ku kanë pas sfidën e kamarierit, të pak dhe me tonë, kanë punu, e kanë sfidu vetën edhe si kamarier pastaj. Edhe të kjo, të shumë intervista që kanë qenë, dhe me tonë, për asaj kohë të realizimit të regjia, intervista e parë, dhe me tonë, bashkë me mu në studion e emisionit i Kafe Mlabin, e shumë qka tjetër, po e shohim një përmbledhje, edhe pastaj kthehemi prap bashkë me Adelinin, bashkë me Bigin, edhe vim se janë edhe disa prej mendimeve, disa prej gjërave të cilat fakt i kanë nda me shumicën e njerëzve që i ka pas edhe për zemër, për shkak që e ka përmend Blerën të komisioni jam, Fali Makangën, e ka përmend Kaltrina Selimin, edhe ata kanë reagim sonte, edhe ata sonte do t'jem bashkë me neve. Pastaj ka përmend një mik tina, që kemi pas mik për bashkët Florin, i cili jeton në Francë, edhe Flori sonte është në përmjet, po mos me arru Goldegjinë, sepse shpesh e riftarat edhe nejat i kanë pas për bashkëta. Arbërzeka, periudhën e fundit, dhe me thonë në tavernë, veç të Arbri ka qenë shumë shpesh, kështu që i kam disa, është Luri Mustafa, që në faktikisht me motrat i ka ra shumë shpesh në për koncerte për me qenë, kështu që diçka sonte, krejt kjo është të shpatit, por këto momente po ndalim tek emisionet edhe pas emisioneve jemi prap bashkë këtu në studio me Bigin edhe me Adelin, me lumin e Taulanti. Dua vajtoj, të dashuroj, për jetë ty të haroj, o pasi sjetoj, pasi dua vajtoj. Ju uroj gjithë publiku shqiptar, them, apo shikuesit e radio televizion 21, një shikim të këndshëm dhe një vlerësim për këtë emisionin në sotëm. Hidhe vale në lulja ime, hidhe vale ti, o moj sorgare, vale shqipëtare, një veçar e përtamar. Hidhe vale në lulja ime, hidhe vale ti, o moj sorgare, vale shqipëtare, një veçar për të marrë. Jemi bashkë me Sfatin dhe me gjithë ata që punojnë këtu në... Vën ta kapi në telefonin Bler? Okej, po du me marrë një telefonat. Alo? Jo. E vreni vën është në të prej linja. Okej, këtu i ka ardhë dhe fundi, Sfati ka hyrë në realizim nalt, me këshirë se si realizohet emisioni. Kishë bo mirë me shku në studio, Sfati me ndaj këtë në realizim me këshirë që shbobohet. Po do këtë puna për shembull në shpat për me realizu për shembull një emision si regjisora, kështë mujtë me punu? Po, si jo, çdo gjë mësohet mirë. Unë besoj që edhe kjo është një praktikë e mirë për mua, edhe pse s'kam kohë shumë që të ri, sepse mjaft jam interesuar që qoftë si zhvillohet puna juaj këtu, kështu që besoj që në të ardhmen do të mësoj edhe unë. Sepse jam edhe në drejtimin e cilin e kam zgjedhur në fakultet, më thënë përgjithësi flitet edhe për televizione, produksione. Preziu, pyet o shpat nga je? Shpati është nga babi në Divran, në anën të Tavare, jetojmë Shkup. Ka vite që jetojmë Shkup, po. Të tregom pak për fëmirin tënde, ku ke përfundu shkollën fillore, më pas studimet? Shkollën fillore në Tetov, deri në klasë 6, pastaj kemi shpërngull në Shkup. Prej klasës 6 deri në klasën e 8 kemi shpërngull në Shkup bashkë me familjen. Edhe pastaj shkollën e mesme aty, fakultetin Shkup. Ke qenë një lasdrum si fëmi? Shumë. Dërmat, jo si fëmi edhe në familje, po edhe në shkollë kam qenë, dërmat lastum. Se kështu? Nuk e di, kam qenë shumë aktiv, që nga familja kam dashur edhe pasion e kam pasur muzikën shumë. Ndoshta që ajo më ka lindje edhe muzika edhe gjëra që janë lidhë që mund që më i lastum, ashtu më i gjallë, më energjik. Cili është sheri më i madh që ke bo në shkollë? Sheri, e kom rejtë mësusen. Mësusen? Klasë 3. Kom dëgju që shumë të klasës, po mësusen. A ke dëgju këtë? Pse shpat? Kjo ka qenë sheri më i madh edhe kur ja u them tjera. Pse shpat i këto?
Kësa ere intervistat për i bëjmë në Ulqin. Tirë se ke për herë të parë, kështu që mendoj me artistat neve që edhe na kem mbledh gjithë artistat, sot mendoj shumicën, unë, Nadi Ermali, Kejosat për i shof, shumë këngëtar tjerë. Dhe gësohem që na kem mbledh kështu edhe jemi këtu rreth këtij peizazhi të bukur. Çfarë të kujton Ulqini? Ulqini shumë gjëra më kujton. Më kujton koncertet e mia ndër të parat. Me thonë, krimi, famës, pas famës, fillimet, koncertet, mbrëmjet ndryshme, njohjet me njerëzit, shoqëria, njohjet me shoqërit ndryshme, me Ulqinak, me shumë njerëz të rëndësishëm që i kam njoftuar në Ulqinë, s'kam pas për shembull mundësi t'i njoftoj në Maqedoni. Kujtimet bukura, mbreslënse, dhe shumë kam, me të vërtet kujtimet bukura në Ulqinë. Më ke trathu, sa më ke lëndu, të kam dashuru, sa të kam besu, daj nuk ta fal më gabimin e bër, deri sa t'jem gjallë. Sot kam marrë për një qëllim, për një arsye, edhe shumë arsye se unë te labit asnjëherë nuk ta refuzoj ftesën sepse të kemi mik, familjar mbi gjitha, edhe normalisht që arsyeja është që ta promovojmë klipin e ri, më thonë kemi për çfarë flasim, kemi punu pak a shumë. Ma para unë mendoj që këngëtarët ishin më interesant. Në përgjithësi këto njerëzit e famshëm ishin më interesant për publikun. Për shkaqe se nuk kishte rrjete sociale apo nuk kishte YouTube, nuk ishte Instagram. Pirateri. Tashi ka ndryshuar pak konat. Sot Instagrami ton kohën live, po je këtu, live këtu, live. Problemi është që je live, po edhe ajo është një të merr kohë, ku du me dal. Është një gjë që të merr kohë. Në Instagram, në Facebook, ajo këtë kushton kohë, nuk i komi për kështu shoqënisë. Labit apo kolegëve apo më para s'kishim Instagram e rishim bashkë. Ma për para. Kjo është problemi pse mungojmë njëri tjetrin. Sa shkojshim në për shopka. Sa shkojshim tash doli Instagrami, përfitish disponimi. Dy përjetime që i ki pasti që edhe sot e kësaj dite i kujton, jonë të veçanta. Në Turqi, kur kom shku me familjen, me nanën, me babën, i vogël shumë. Turqi, në plash, ati, maj ment. Qonë të babi, mërte, hajde akullore, tash, më rinë të gati. Kjo mund të quajt një si përjetim, pas e përjetimi i dytë është festivali me nanën aty gëzimi madh, të më qafë kejtë familja. A ka ma kënaqësi të ardhë, fisi 2, 3, brezi plot, të më qafë. E një foto e kemi bo krejtë bashkë, se di ku është. Të nota 5? Po. Të qafë krejtë familja të ardhë, që ajo është përjetimi bukur. Normalisht, kjo është zona e Tetovës, fik zona e Lisecit, ku bashkë për Bigin kemi ardhë shpesh me shoqërinë tonë. Jemi rritur në këto male. Më naltë të Shkodra e Diellit. Sa të shpëm duket vetja si geograf. Qatë kujtojnë malet e Sharrit ty tregon? Shumë gjëra. Disa fshatra më poshtë, me thonë është origjina e nënës time, është një fshat i cili quhet Rasadisht. Edhe aty unë shumë shpesh i vogël kam shku, kam lujt me shokët, me kushrit e mi, ko pas kohë vinte dhe Besiana. Edhe vërtet më gjallin shumë qastet bukura fëmirore. U emocionova. Emocionova pak. Unë vi edhe shpesh të kështu që shumë gjëra të bukura, shkoshim shpesh për skijim lart te Kodra e Diellit. Vërtet është edhe ajri shumë i pastër.
Këto dele burra, po të mira pas kanë qenë. A kosit ju? Na, po shkojmë qëtash me kosit, qëtash jemi ma vonë burra, ju e keni punët e juja. Shko për marrë nga atë rëmëllakin tonë, atë rëmallin e po shkojmë për qesim gjove. Qashtë, rrugotele, nga dalë rrugotele mirë. Unë me me dhe me Sinanin, po shkojmë se keme kona. Më seleni gunga. Ja, kome ta qitë. Raf shkrejt. Kome ta qitë. Grave qitë atë. U kry. Hajde puna ma. A keni hongër buk? Po, kena hongër, pi. Po. Vallaj, bilaj, kjo punë është vlla. Shka këna me e ka bucionit, ma zamake. Po, ku je mu i pisi, që që maru ato të tri. Oj, Shukri! A na ke pruj? A ke pruj, oj, zemë. Së në Shukri janë në këllora. Oj, Shukri e ta, hajde majkneje, e që besa, oj, Ka bekta, që a ke lukë të? Jo më drejtë që vjetë kemë. Ma të por që vetët më më shmenë. Si a i pisi tjetër. Ku jeti? Ku jeton ditën? Po. Ka për ato? Po me të më. Ka për ato? Po me të më. Po me të më? Atë më ta përshu dhomit. Atë më ta përshu dhomit. Po fatali. Bos. Qa po kjeshte? Atë më përshu dhomit. Qa po kjeshte ma gërë? Ka për? Fatali kalzaj. Qa kemë në kalzu? Ku je konë të në ditër? Valo kjeshte të kalla moqi në artur, edhe në taj drizëvisht. Ka? Edhe mu kapën, njekën. E ku më nara ty në tonat. Po shakrytet të në artur në kjeshu, dhe ma forë që ty se du kërkën. Po që babën? Fort! Falë, por zote. Shko të qoja. Edhe që a i kuf, a i vogli. Unë e mirë në vesh me ta. E të setje! Shurra thevë. Qa po kjeshte? Hajde, mirë me. Ani mari qikëm, o këm je hojshëm. Dhe ma qasë lëmë? Po, unë jem kohë në orë tyne. Kuku, në marrë vesh baba ka me tani të kryjë. Po, unë e kjesha të ukurë se më bërë ke shukria e lanë këtë rëzën tjime. Merë me, që asë jam shkondoj. Baba. Asë më të shkondoj. Baba, që shqyot jem kështu. Që e i të bot jem kështu. Ka me të furni. Vete tje. Pes. Ti tjetëri. Bje problem shpe, ha? Nga livallëve të huja. Qenë. Po, babu, në veç kaluva që aty, mu do kësi ora jonë që Që ke kaluar? Po, ajo për mgonë se ora se e njejtë. Po, ka dalë. Paja ko më thomë. Si shta edhe Bigi, vetëm që ato kanë qenë kohë më të lashta, edhe tani jetojmë me një realitet tjetër komplet. Edhe pse unë kisha dash jetojnë në atë realitet. Okej. Ta tesëm. Shpati po filloj me ty. Një sukses ka qenë viti 2013. Po. Pret për viti 2014 edhe ma shumë? Shumë ma shumë, kuptohet. Këngë më të mira, hite, videoklipe, koncerte, si gjithmonë. I kujtum disa prej momenteve të bukura, I kujtum disa prej momenteve ndoshta edhe që ka pas batuta, ka pas qeshura si kjo edhe kjo e fshatit e fundit që ishte, pastaj ishim bashkë edhe me marketing për shkak që emisioni duhet tjetë
edhe i shkputur për shkak që është koha edhe atyre të cilët pak na përkrajnë, pa marrë parasysh që ne sot jemi si qysh jemi, por edhe tek pjesa atyre që na mbështetin, domethënë gjithmonë jemi falendërues. Faleminderit Pavinit, faleminderit Prishtina Tiketit, faleminderit ANES, të cilët janë pjesë e rrugtimit tam. Jemi prapë bashkë edhe vazhdojmë të qëndrojmë këtu me emisionin Një kafe me Labin, duke kujtuar gjithmonë momentet më të bukura, duke kujtuar momentet bashkë me Shpatin, edhe pse gjatë marketingut Adelina tha, o zot s'po me besu që po flasim, domethënë për Shpatin. Sonte bashkë këtu në studion e emisionit Një kafe me Labin. Deshtëm e nuk deshtëm, ai nuk është për vepra e tij, ka me ekzistu dhe ka me qenë gjithmonë bashkë me neve. Por edhe pse nuk është ndoshta bashkë në jetën tonë, por kujtimet e bukura na mbesin. Na mbesin gjithmonë. E kujtoni fillimin, takimin e parë bashkë me të. Kur keni pas? Unë kam qenë shumë e vogël, se jam në gjenerat pak me vogël se... Na vike bisht kjo neve. Po, kam qenë, këto më shumë kanë nejtë me mamin e babin tim se me mu. Edhe kur ka qenë festival Nota Fest, unë kam përcjell gjithmonë prej në televizor. Gjyshja ime e ndjera, se ke me nonan, a më thërke mu, me nonan, që si djali gjeshti, si Shpati, dukat. Edhe mami edhe babi kishin qenë në Nota Fest dhe një feshin shumë mirë me zonjën gjyrimësire, me nanën e Shpatit. Unë pastaj fillova me këndu dhe hera e parë, takimi i parë me Shpatin ishte Golden Night në Tetov. Dhe shof Shpatin... Golden Gate, më falë. Po, Golden Gate. Golden Night se kemë vriti. Po, Golden Gate. Dhe unë e shof Shpatin si fanse. Se ja disha krejt kangë. Ai, aq i mirë ishte, aq i këndshëm, aq i sjellshëm, sa shumë pat lanë për shtypje të mirë. Dhe këtu ishte takimi i parë dhe u afrum, për njerë u afrum shumë dhe shumë jemi shoshnu. Mendoj, këtu ka qenë takimi i parë ku fillum dhe kisha përkrahje për Shpatit shumë dhe kur nuk e haroj, duhet ta cek, isha eftu me Shpatit kur ishte në radio-televizionin shqiptar për konkurent për në Eurovision, e kishte një këngë dhe u deshte ta ketë një të ftume dhe eftumja isha unë dhe për mu ishte përkrahje shumë e madhe, se unë isha fillestare në muzikë dhe për mu do me thonë të shumë ajo skenë dhe kur nuk e haroj. Nuk e haroj ati, mas pari, po se haroj dhe si eksperiencë për atë skenë të madhe dhe unë që isha që vogël me këndu. Vike? Shpatin unë e njofë prej fëmirisë. Kështu që Shpatin, takimi imi parë me Shpatin, ne njivemi një familjarisht, prindët tanë jenë njoftë, ne si fëmi jemi një gjenerat me Shpatin, ne jemi njoftë si të vegjel. Po zyrtarisht, ne ku jemi njoftë edhe ku jemi bë shok, edhe si kemi fillu, ka qenë Bledzat, 97 festivali fëmijëve, ku e fitoj Shpati, edhe bodhë iminati, mërë të mu se fitoj Shpati, e kish këngën do të bëhem bankier. Nga i moment, ne kemi fillu shëshnohemi, bile mbaj ment, edhe kam foto si të vegjel në autobus, pas e fillu bëjmë turneja në fëmi, ishim në Dibër, në Struk, edhe gjithë me Shpatin jemi ullë, unë mirë shë me hangër gjithë shka qesët në elonat. Si djali jem. Si djali jit. Mirë shë në autobus gjithë shka me hangër edhe u knaqë ke Shpati, se u si me shku me jetu ati, jo me thonë koncert. Kështu që për fimiris, për 97-ës, ta kemi, du thëmë, ne jemi njoftë, po për atë kohë ne fillum të shoshnohemi, fillum të rritemi, edhe kishim ëndrën e njëjtë. Derisa Shpati u shpërngulën në Shkup. Prej Tetovës. Kisha dasht këto momente, derisa po e flasim atë takimin e parë, kisha dasht mu shkëput edhe të kolegët, i përmenda pak nësë ma herët, cilët fakt vinë edhe se cili jep edhe mesajën e vetë, dhe më tonë edhe si është njerë, dhe më tonë pikrisht në ato momentet e para, kër e ka marrë edhe lajmin. Lajmin e Shpatit, kurse unë për herën e parë, Astriti ma bjenë. Edhe të të kam gjallin tezës, është shumë i mirë, ka fillu që kongën e parë, ka botë, më thonë, edhe ape e mërë të emisioni dhe më vjenë, taj, gjivon majri, taj majrë. Dhe më thonë, për takimi, dhe më thonë, prej fillimit, dhe më thonë, prej momentit parë, dhe më thonë, kam betë, dhe më thonë, gjithmonë, a gjallin ishte një ishit, për shkak se e kanë respektu, e kanë dashtë, përse ka qenë një dashtë dhe ka qenë një respektu shumë.
I shojmë edhe reagime, dhe me thonë, edhe tjerve, unë i përmenda, thash edhe Barbrit, edhe Goldit, edhe Lures, edhe gjitha të tjerve, tash këto momente me video mesazhet, edhe pastaj jemi pra bashk, para se të vim tek intervista e fundit, e cila do të transmetoj sonte, që i kisha bashk pikrish në këtë studio Shpat Kasabi. Përshëndetje, jam Flori Sheu, njëri nga shumë shokët që kishte Shpati. Këtë video po e dërgoj nga Franca, nga këtu ku jetoj. Lajmin për humbjen e tij e mora edhe nga mediat që më pas shpejt ma konfirmuan edhe disa shokë të tjerë. Është një lajm trondetës që na tronditi të gjithëve. Prandaj në këto momente të vështira dërgoj ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të gjithë ata që e njohin dhe publikun që e deshi aq shumë. Me Shpatin ka ndorë momente shumë të veçanta, të cilat do të më përcjellen gjatë gjithë jetës. Dhe si për rastësi, në emisionin e tij të fundit që ishte në një kafe me Labin, më kishte përmendur edhe mua. Prandaj, në këto momente shumë të rënda dua vetëm t'i përsëris fjalët e tij. Se ne me të vërtet kemi krijuar familje dhe rrugët e jetës na kanë ndarë. Por kur asnjëherë në jetë nuk i kemi harruar njëri tjetrin. Kemi telefonuar njëri tjetrin, i kemi uruar njëri tjetrin. Kishim edhe planet e tjera. Por vetëm jeta diti këpus ato dhe t'i lënë gjysmë. Sot kur e kujtoj, me të vërtet është një dhimbje e madhe. Prandaj, merr kuptim ajo fjala që jemi mësuar ta dëgjojmë. Se njerëzit e mirë Zoti i merr afër vetes shumë herët. Prandaj, edhe ty Labi që ishe njëri nga gazetarët që përcjellë karrierën e tij nga fillimi, të shpreh ngushëllime, dhe s'na mbetet asgjë tjetër vetëm se të ngushëllohemi me artin dhe muzikën që na e la ai. Nuk do të harrojmë asnjëherë. Do të jetojmë me kujtimet për të sepse ishte një djalë dhe një person që dha vetëm pozitivitet. Dha momente të bukura që nuk do t'i harrojmë. Prandaj jemi me fat që e kemi njohur, jemi me fat që kemi ndarë momente shumë të bukura me të. Ngushëllime të gjithëve dhe shumë të fala nga unë. U Shpat. Gjithçka kisha mendu, po kësi lloj video me bu për ty. S'ma kish marrë mendje këtë kohë. Si do që tjetë lut Zotin që me mëshirën e me rahmetin e tij, ty me të fare, me të mëshiru e me të bo për i banorëve xhenetit, familjes ngushëllime për zemrës, nanës, vllaut, nusës, po dhe djalit vogël që kur të rritet ka me kuptu çfarë babet mirë ka pas. Vet të ka më rrit pa bab, vet jëm rrit pa bab, edhe tash djali ka më të rrit pa bab, po rëndësi ka që e din që e ka pas një bab të mirë. Sado që i hekat ka me pas njët, ka me mbajt fort ajo që baba i vetë u konë burri mirë, u konë kolegi mirë, u konë familjari mirë, edhe u konë djali mirë. Me mbi krejt këto u konë besimtari mirë. Kam shumë qka me thonë, kam shumë qka me folë për takimet tona që i kemi pas bashkë me Shpatin. Po, ka njerë as fjallë nuk dalin kur dënë me thonë bashkë ato qka duhet. Si do që tjetë, me shpresë të Zoti, kam qef me taku në xhenet, edhe njëherë ngushëllime familjes, kolegëve, edhe këtë atyne që e ka ndashtë për një me. Përshëndetje Labi për ty edhe për krejt shikuesit që po na ndjekin. Është një nga intervistat më të vështira. Është shumë vështirë me fol, por kisha dashur që nga zemra me ju shpreh ngushëllime familjes së Shpatit. Uroj që Zoti t'ua jap forcën ta te kalojnë këtë dhimbje të madhe. Ngushëllime edhe ty Labi, ashtu edhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Për Shpatin mund të them që ai nga një yll i skenës, vetëm që u shndrua në një yll të gjithësisë, cilin do ta kemi atje lart, dhe
që do t'i ruajmë kujtimet më në bukra për të. Tung lab, këtë vetëm e kom letas pak më nërgu. Është shumë e vështirë për mua dhe për familjen e shpatit, sigurisht, mas pari për ta, për ki shqiptarin. Po, njëkohësisht është një dedikim, cilën kam qenë me pas në emision edhe gjithë shqiptarët. Shpatin përveç kolegë, kom pas si vlla, kom pas mik, shok, kom da mirat të këshijat me ta, edhe ka qenë një ndër njerëz më të mirë që nuk kom njoft. Këto ditë, jo veç për mu, po për gjithë kolegët e mi dhe gjithë fansit e janë tragjike, e sidomos familjen e Shpatit. Ti e din që edhe në emisionin tonë Shpati me Pacek, me një intervistë që një ndër duetet më të mira që ai ka bërë është me mua dhe me shumë krenare me ta dhe me punën që kena pas bashkë. Jam shumë i prekun thellësisht edhe i lëndum, por po du që më tregu njerëzve që muzika e Shpatit, shpirti i tij, buzëqeshja e tij ka me këtu me neve gjithmonë. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje juve në studio, Labi, Bigu, Adelin. Fillimisht ngushëllime dhe juve për ndarjen nga jeta, fillimisht e mikut juj, e më pas e mikut gjithë neve, që kemi njoftë nga afër. Është videoja që s'kisha dashur me bë kurrë në jetë, por që jeta i pas ka këto sprova dhe sot do na me bë një video për Shpat Kasapin. Këngëtarin që për 2 dekada në ka rrit me këngën e tij. Po du me folë për Shpatin për kohën e fundit. Pata rastin me kalu shumë kohë me Shpat Kasapin, sidomos të 2 muajt e fundit, ku zbashku realizum projektin e tij me Gens Privukaj në studion e Gensit edhe në ra me ortana me punu bashkë, me najt bashkë, me realizu klipin bashkë edhe fillu me pas shumë plane bashkë për të ardhmen, për karrierën, për punën. Mes tjerash, ajo që kemi argju kohë të bisedu shumë ka qenë edhe oferta që ishtë bo Shpat Kasapit për pjesëmarrjen e tij në Big Brother Albania 4. Big Brother Albania 4 ose 5-5 në Shqipëri. Tani pak edhe i konfuzum. Edhe të dielën, këtë diel, një javë më parë, mora në telefon, më tregoj që kish më udhëtu për në Itali dhe tha në momentin që arri, kom firmos kontratën dhe po du me taku dhe bisedojmë pak më detajisht për mirëmbajtjen e Instagramit, për lojën aty mrenda. Dhe gjatë gjithë kohës, më referante me kis-kis. I thash, mos e ki problem ta Shpat tash se prezenca jote aty e nderon Big Brotherin, e nderon formatin edhe nuk i nevoj me epti shumë se karriera jote fol shumë. Qështu pra, një premtim që realisht ja bom një tjetri që zbashku gjatë periudhës që e ka me konë Big Brother, unë të kujdesëm për jetët e tij sociale, mrapa për gjithë shka, unë me të njës, unë me njës nuk u realizu. Edhe nuk e di po mdokët që është një andër që shpejt kena mos zhua dhe Shpatin kena me pa mes nesh. Kështu që në ngushëllime, fillimisht familjes, fansa njerëzve që e kanë dasht, se për ata që e kanë njoh Shpati s'ka dit me thonë kur jo dhe sarë kemi bashkëpunu qoftë me koncerte, qoftë me qenë pjesë e emisionit, Shpati gjithmonë ka qenë aty. Kështu që po du me shprej ngushëllime shumë, fansave, familjes gjithve, dhe shpirti ti u preft të mpash, e prej zemrës poroj që djali ti ketë gjithat mirat e kësaj bote dhe të rritet shëndosh e mirë. Ju përshëndes natën.
Përshëndetje Labi. Zakonisht, falni. Zakonisht jemi mësu me një rrethon atmosferike pozitive me pas lidhje. Qoft drejt për drejt, qoft në për festivale që edhe tikin diku shumë. Qoft gjerimet e nistenishit në gjdo rast, se kemi qenë të gëzushëm shumicën e rastet. Kësaj radhe është një biset e sigurisht që e dim kret që bot fjallë prej ftyrës që po shifët. Bot fjallë për vllaun ton, ai i cili nuk ishte vetëm koleg, shok, po ishte një vlla jon, Shpat Kasapi. Përpara kur e thosha emrin e Shpatit e thosha shumë me gas, edhe me qesh, edhe me qef, edhe duke qesh, edhe kret. Tash po duhet me thonë më ndryshe se edhe me dasht me thonë ndryshe s'po vjen. Shpat Kasapi i cili unë tash e kuptova edhe njere kush pas ka qenë ai ton ato mesazhe, thirrje që mund kanë ngushëllu për ta. I falenderoj një ka një kret. Prej kret edhe diasporës edhe prej Kosovës, Maqedonisë, Shqipnisë, e kanë di që jemi mik shumë të mirë. Po e kom dhimbtën të madhe që hala po menoj që jo me një ankth që nuk po du me pranu, po pa tjetër është me pranu që është një realitet. Shpat Kasapi i cili s'ka dit me ofendu kërkan, ka dit vetëm të mira me bo, ka dit veç idea me dhonë, kur ti ki qenë keq, a i të ka mbështet, të ka përkra, të ka këshilu. Sidomos mu para një muaj gjyse me një kave që ulim këtu në shkup, thu se janë diu zemra, më tha Berkan, kujdes për zemrën tone, nuk ka hajgare me zemër. Kujdes për shëndetin ton, edhe bono veç mirë, e zemra jo të shpat. Vetëm një vjetë më e madhë se unë, edhe pe e fajsoj vetën që tash po marrë fryme dhe që po jo mjetë, kur pe e menoj, Zot falem, po s'po di që ka me thonë, s'u po foli edhe shumë për arktime që i kina pas, se kisha dasht kur kisha fol për ta me vetë apet me thonë, a folja mirë për ty, se çdo herë më ka thirr telefon, ka thonë qoma, linku një di që e konë në emision edhe më ki përmen, më kanë tregu po du me ngu, po këta s'ka me mujt me ngu. Falimderit për kretë mira që mi kje bo Shpat, falimderit që kur një herë s'dite me më ofendu, as një herë mu i dhnu, edhe me të ngel hatre për diçka, po ma bon halal edhe më fal nëse unë e na i herë të kom ofendu, edhe pse s'kom ofendu, i di këtë sem, po nëse ta kom thy na i herë zemrën, se të kom dasht shumë, edhe njerës t'pedin shumë mirë këtë sen, u takofshim në botën tjetër reale, se kjo botë që pas ka qenë, se një maj flishtën. S'kom që ka me foli më shumë. Shpat dush më shpirt. Përshëndetje Labi, nuk e kom mënu asë një herën që më vjen një ditë që unë ka me bo një video tillë për Shpatin. Shpati ka qenë një bashkëpunëtor, një shok, një koleg shumë i respektueshëm, për se cilin për neve që e njohëm me energjin e pastër e me atë energji shumë të mirë që ka pas Shpati. Shpati u konë djallë që nuk ka ditë kur një ofendim ose një fjallë ma të keqen, mi a thonë as njanit për neve. E unë sot me zamër të thyme për bëj këtë video. Dje, kër më ka ardhë mesazhi për humbjen nga kjo botë ka qiri, besom që shpirti mu ka thy. Edhe besom që prej sot e menoj shumë edhe ndryshe jetën. Ka momente që kem pas gjirime bashk, ka momente shumë të bukra, kujtime shumë të bukra me Shpatin. Edhe sot nuk po moj me besu që Shpati nuk është mesin tonë. Unë e di që përveç neve si kolegë, përveç neve si shoqni, unë e di që komplet populli shqiptar
ka dhimbje shumë të madhe për një djalë si ai. Shpati ka ikë nga kjo botë, po kalon vepra shumë të mëdhaja këtu. Na secili prej neve dasma koncerte i kënojmë këngët e Shpatit. Ai kalon vepra shumë të mëdhaja edhe veprat e Shpatit nuk kanë me vdek kurrë. Me fol për Shpatin më vjen shumë, ama nuk du me zgatë ma shumë se jam në shok. Jam në shok. Po shfryzoj rastin me ngushëllu nanën e Shpatit se pe paramenoj çfarë dhimbje e ka ajo, e bashkëshortja e Shpatit, djali e vllau. Ngushëllime familjarëve, ngushëllime kolegëve, ngushëllime komplet populli shqiptar, se unë e di që gjithë populli shqiptar e ka dhimbjen njëjtë si na që i kemi njohur Shpatin nga afër. Nuk di ç'a thom tjetër. Vetëm me menu që jeta që nga shumë e shkurt na i ka dhënë Shpati. Unë i kisha lut një mesazh për gjithë njerëzit, njerëz që i keni, njerëz që i doni, për ç'a foni, se sot jem, nesër nuk jem. Big edhe Adelin, e di që është herët sot për me fol, por unë kisha dasht me pyet se a i shqytkon t'gaqëm edhe a duhet mu mbledh komuniteti artistik komplet, bashkë me Ministrinë e Kulturës, qoftë edhe nëse nuk bot Maqedoni, mu bo në Kosovë ose mu bo në Shqipëri një koncert in memoriam për Shpatin. Po e them publikisht, unë fjalë që i them, mendoj që kanë pesh, unë personalisht e kisha bo, pa ndihmën e askujt. Askujt, pa e kishim bë bashkë. Personalisht e kisha bo me finansat e mia personale, se ai njeri e meriton. Farzit i tash dhe Bigut, Shpati ka qenë një ndër artistat e parë që ka bo revolucion në tregun shqiptar, të meshkujt, sidomos, ka thy shumë tabu. Shpatin e kemi Riki Martinin shqiptar. Unë realisht e mendoj që mashku më të bukur se Shpatin e stratë ne s'kemi pas, deri tash unë nuk kam pa, ndoshta janë shijet e mia. Dhe muzikën, jo vetëm stilin. Edhe muzikën që ka bo, dhe hitet... U habitshin, kur e shifshin... është e vërtet, dhe këngët që ka repertuar shumë të madhe, ka që ka bohet në atë... Një farë mënyre e kemi përjetu, po nuk keni përjetu sa une. Unë më ka ra dhe me thonë me shku në atë kohë dhe me thonë me Shpatin. Pa diskutim. Më ka ra në atë kohë me shku me Ermalin, edhe me Blerën, që në qatë periull dhe me thonë këta e kam pas kulmin që të tretë, edhe me nga mas veturave njerëzit në përtetet të ndryshme, e sidomos Shqipëris. Shqipëria ala dojnë Shpatin. Ja gritëshin me këmishe, me metana, se në hypëshim kërë. është shumë e vërtet. Bigi e meriton, duhet. Si se meriton, me plot kuptimin e fjales e meriton. Si ta është ndoshta shumë herët, po besoj se e kemi borsh ta bëjmë një koncert edhe gjithë këngëtarët të këndojmë ka një këngë të Shpatit për ta kujtu edhe për ta patë gjithë një kujtim bukur për ati. Po zakonisht, pse për Big, pse Adelin, pitom edhe vetit, pse din ndërshta kur desim me na thonë o kon maj miri, së kon maj miri, ka njerën ndërshta na kapën për sende shumë të vogla edhe na e risin e bëjë shumë është çështje njerëzore që është në një anë, nuk e di është normale, po ashtu funksionon dhe bota, jo veç të neve. Shkencëtarët më të mëdhej, si Einstein, si gjithë, këto kanë marrë gjithë çmime Nobel, po jo mbo dhe më të mëdhej kur nuk kanë ekzistuar më. Si Whitney Houston, si Michael Jackson. A i së konë gjallo, bo i famshëm. Atë po tem që artistat e mdhej dhe artistat në përgjithësi më shumë bojnë emër kur nuk janë dhe vlerat e një piktori më të madhë në botë, momentin kur vdes rritet vlera dhe më e madhe, vlerësohet dhe më shumë. Pse nuk di me të thonë, pse, po kjo është një fakt që është i dhimbshëm, se nuk e vlerësojmë dhe në shëndetin tonë nuk e vlerësojmë pse e kemi. Mos diskutojmë për tjerët. është edhe imshme, po fatmirësisht që ka vepra dhe veprat e ti do të mbahen men. Dhe ne do të jemi shumë mirënjohës dhe falenderus që
kemi pas mundësin të kalojmë momentet mira me të dhe të Ta veçanta. njofim, të jemi pjesë e ati, ta kemi shok. Ne jemi njerëzit më me fatë. Do ta kujtojmë me gjithat mira që i posedon të si njeri. Për fund kështu, a ka ndonjë moment që sot jeni pishman që ka ndodhë diçka me të? Me shpatin? Jo. Po. Ufa, jo më pishman. Ndoshta kisha këtu shumë gjëra, për shembull pishman jam pse kam bërë një këngë me shpatin dhe ma ka ofruar disa herë. Po njëjtën edhe unë. Shumë jam Po pishman. mu ma la thash, shumë e kemi pat sa herë, po ne e kemi lanë si asgjë. Da bëjmë, edhe kur e konsideron dikë Do shumë të mundohem, do të mundohem me gjetë një këngë nëse inshallah e kam ma ka qu. Inshallah do e gjej, edhe nëse do e gjej ta fjalën do ta çoj, ta transmetosh. Nëse e gjej dikun në arhiv në telefon. Sa është këngë që ka këndu shpati, Po, ti po, a lyp me bo me ty? Po. Dhe me thonë, ti nuk e ke këndu, dhe me thonë, po shpati e ka të këndu. Po. Okej, të ndëgjues si demo e ka dërguar Adelina, hajde ta bëj. Nuk është tashti, kjo është para duket Jonin e kisha. Joni ka 7 vjetë e ca, para 6 vjetë. Inshallah po e gjej, e kam pas. Si demo, kjo më vjen shumë keq sepse më kishë mbet një kujtim shumë i mirë me te. Unë kam kujtime pa fund, po që nuk mundem t'i plasoj, kam kujtime për vete. Dhe nuk është vepër, patjetësisht. Këto dhe një do t'i bi pishman që ta shpejt nuk e kam thirë ndoshta me dalë me taku. Unë e takova rastësisht, po nuk kam dalë ndoshta ta pi një kafe. Këto do t'jem shumë pishman, po nuk e kthej do t'kohen. Po prapë më je mirë që e takova të paktën e përqafova njerë. Vek? Njëtën gjë edhe unë mund të them se ne gjithmonë, kësa rimi taku, kur ta bëjmë një bashkëpunim, ne 2 tetovës, ne 2 shokë të fëmiris, da bëjmë, sa herë kemi diskutu, edhe ish kur e ndjen dika shumë të afer, haj se ne e bëjmë, se jemi familjes, jemi shtëpi, se e kom labin, unë e bëjmë. Edhe gjithë na kam bet, ndoshta për atë mund t'i bi pishman, po prapë s'mala pa një dokumentacion. E bëm këngën e Elitës 5 bashkë tash të gjirimet, nuk më la pa kujtim, kështu që e bëm diçka, ndoshta jo kënga jonë, po këngë që... Ka qenë e shkrume, dhe ka qenë ta keni një këngë. Zakonisht dokumentume. Ju e dini që unë nuk e praktikoj me fol, dhe më tonë shumë gjatë emisionit edhe nuk praktikoj, dhe më tonë se zakonisht ju jepi i lo musafir që i kam, por një farmyre këtë rast sonte për e një vete musafir, po për e një vetën që... Të tre miq që cilit fakt po klasin për shpatin. Pa tjetër që du me nda një send për qëtë periudën e fundit. Taulanti o martu, dasma taulantit keqat natë. Edhe unë rohen nuk e pata mirë. Me temperaturë, me temperaturë të lartë të gjitha, edhe unë shkova u drejtova drejt spitalit. Kur shkojnë në spital dhe me tonë atë natë, edhe dhe sa për jepin infuzionin, po dalë në koridor, përshën një gru që më po mbushën cyklat, përshën një gru që është në mosh, nuk o mirë me shëndet edhe kanë hypë në karocë edhe përshën drejt dhomës. Edhe këthejetëm që të hajde të puthe i njëherë. Dhe të zëtë ty edhe shpat ka shtapin një duvë pa fund. Ma shpatin në del flaka për ta. Kom dasht edhe nipave mbesa, nipave të mimi alon emnin shpat, qatë shumë që e kom dasht. E thëtë, ku gjonë jetë nuk isha dasht, vish një herë me pa. Edhe unë e ka për tiri shpatin live në telefon, në kamerë. E thëmë, vlaqko, del diku, 1 minutë ljargohu, ku do që tjeshtë, se për të marrë në telefon. E marrë shpatin edhe sa urimet i kam i ka jepa e gru, që ka folë bashkë me ta, edhe që i premtoj shpati që unë e ka marrë me të pa. Inshallah dhe është gjallë, edhe e shej intervistën, për shkak që edhe kur ketë të teshat këtu edhe më tha, metëm pa shku të ajo gru. Inshallah, edhe ajo në bënë halal për shkak që shpati nuk e patë mundësin dhe më shtonë edhe me shku me taku. Po çfarë ndjenje e mirë ish, edhe çfarë emocioni ish, kur në fakt dikush dënë me shpirë dhe më thonë edhe në atë mosh, edhe ti në fakt e merë me video, mesazh edhe ja plotëson dëshiren. Kështu që
unë për ju falenderoj dyjave, për ju thëmë pa që shnetën e pa që gjithat mirat e Zotit. Amin, gjithë së bashku. Në anën tjetër, e di që e vështirë është edhe për juve, e vështirë është për gjithë ata që cilët fakt kanë qenë pjesë e rrugtimit shpatit, por e vështirë është sidomos për familjen e vetë. Ata inshallah kanë forcën. Nëse keni diçka për fund për me thonë, Bek, Adelin? Lap, mendoj që u tha gjithë qka ka dhe shumë më thanë, po... Qka me thanë, vetëm gushtime më të mdaja. Ty, Bigi, jeni më të mdaj se unë. Ty, Lap. Ta kemi shëndetin edhe ngushtimet më të mdaja familjes dhe qëtë publikut. Bigi? Njëtën, Lap, shpati të mbete gjithmonë kujtimet tona. Zoti va falte edhe njëherë durimin gjithë familjarëve, edhe jeta do vazhdon, s'kemi qa bëjmë. Do vazhdon, do t'a kujtojmë, edhe do t'ja këndojmë këngët. E këto momente, unë shkëpës intervistën bashkë me Shpati. E pës, edhe sonte vjena intervist ku e pës, me kënd ka marrë madhe me pi kafe, me kënd kështë pas qef me pi kafe. Qof këtë jetë apo qof në tjetë. E përzgjedhe babin Shpat, inshallah kafen po e pinë me ta atjetash. Inshallah jetë aku atje me ta dhe po e shijan, edhe po i të regon për gjitha, po i të regon për sukseset tuja që ta ti ki pas, për atë krenarin që na kilon edhe neve këtu, besa po i të regon që mirë janë edhe njerës tjerë këtu. Shpat, shpiti lulan gjenetit. Këto momente për shikuesit vjen edhe njëra intervista, cilën e kom pas fatin me qenë intervista e fundit bashkë me Shpatin. Jemi të një kafe me Labin. Me kënd ka marrë madhe me pi një kafe që kishë dasht me më këthy edhe ndështë mi të regu shumë qka me bisedu shumë qka me ta. Qoftë këtë jetë apo qoftë që nuk është në këtë jetë? Me babën, masi ma fej këtë fundit. Edhe pse kom qenë i vogël, po do kisha dash, normal, pse po rënqethem kër e them, një përqafim grot, pastaj kafe. Babin e kom pas shumë autoritativ, Lap. Pa. E njef gjithë Tetova, gjithë Maqedonia. Edhe po ta dishti një gjë sekret që se shumë brall njerëz e din, kur ka ardhur Richard Gere, madhi i Hollywoodit, e ka prit babim në zyrë, i pari, Richard Gere. Ka dhe i fotografi me të, ka qenë i veçantë. S'kam fjalë. Kjo është, me thonë njeri. Po, a ka ndonjë person që fakt, mizi ki prit me dal me pini kafe me të dhe kur ke dal je dëshprupi ti? Jo, nuk kom pas. Kom talë i dëshpru. Si ta themi zhgënjim ma shumë? Pa, i zhgënjim. Po e marim i zhgënjim. Si mbaj me në drejtori të rëtëshës, si mbaj me në temrin. Se i besi kur ja fuskot kështu. Si mbaj me drejtorin e rëtëshës, do premtimet vogla kështu, edhe u dëshprova pastaj pas festivalit, po. Gjera që shkojnë, si mës mësohesh, ka gabimeve, prej kolegëve. Mësohesh nga jetës. Prej kolegëve. Prej kolegëve, jo, Lap. Jo, prej kolegëve përdu kafjar me e shishme, me këndash. Me e shishme. Me shumë njerë, unë kom qenë të Genta në shpi, të Blero në shpi. Edhe ato kanë qenë gjithë, të Rovena Stefa, që kemi shku shumë mirë, edhe shkojmë akoma. Të Ermali, asë nuk e diskutoj. Unë kam bo shumë respekt, do me thonë, ku tjetër.
Shumë kemi pas shumë qaste të mira, me mamin e Gentet, për shumë në ka ecë muhabeti shumë. Te Adelina Tahiri, shumë i do Genta virale këtë periudhën e fundit. Genta është shumë interesant. Virale o bon rjetët është njeriu maj pa djallëzum, do me thonë që njof. Genta është edhe mami përshëndes, shumë familjarisht, ato janë të përkrym, mrekullushëm. Adelina Tahiri me Teutën janë mrekullushëm. Ato di du shumë, e din ato vetë, për qafime pa fund, Blero, Zotri Bajrami me shoqen, shumë herë nga kam prit mirë. Edhe mami im Gjylim Sere i ka prit normal. Kur kemi pas në i Zamfina, atër me Ramet Monën, Kanarte në shumë, kemi pas. Më thonë, sa i njofë këngëtarët, ja u njofë edhe prindet se nga ka bashku. Pa, gjithmonë. Shpati, e di që gjithmonë ka qenë shtyllë, ka qenë motor dhe ka qenë ofër teje. Mami ka qenë, vazhdon dhe me tonë me qenë atë koma dhe sot e kësaj dite, krahojët i djathë dhe një mbështetje jashtëzakonisht e madhe. Pak një kritika ka fillu kove të fundit, po mirë. Ajo me kritika sonal korë. Profesoresh? Me kritika sonal korë, po ama i ka pas kritikat me vend. Po foli, me vend i ka pas kritikat. Disa. Disa, bravo s'pajtojt, po disa. Shpatja, a din me kërku falje? Po t'isha pajton, zë isha dem, Ola. Ej, a din me kërku falje? Di edhe atë shumë mirë në momentet caktume. Okej, kuj kishe dasht me kërku falje prej emisionit i Kafe Mlavin? Falje. Ej, më falni be krejtë, kujti kom bona. Krejtë bes, qa kom bo gabim ma falni. Se di, nuk është. Mas miti këneja refrenin, falma. Falma, kam gabu. Se di, nuk më pyqe e vështirë. Shpat, a ki diku imiton faleminderit? Faleminderit shumë njerëzve. Selvijes, faleminderit që ma ke bo Roelin edhe që e shumë e mirë, e din ti. Mamit, Gjylim Seres, që më ka prunë këtë botë edhe është mundu gjithmonë, vlaut, motrës, shumë njerëzve. Gjdo kush e kalon një përshtypje të unë edhe një ftyrë që unë s'mund t'ja u kthej asnjëherë. Gjdo kush me ato mundësit e veta. Që kam edhe unë i di shumë mirë, po t'i them tani janë pohet shumë. Shumë falinderime. E përmendero? Shokëve që më kanë suportu gjithmonë, se di, plot janë. S'di ku t'i nume, se njerë i thash dyje, kjo ngell hatri tjerëve. Më mirë s'pe i them fare. E përmendero Elin, po dasht me hyrë në atë pjesë më të familjes, po e di që e ka një fizionomi të dëve. Si ti me më thë. Por ma shumë anën ka te. Dëshiron që t'jetë këngëtar? Roelin, unë do mundohem mos jetë këngëtar, ma shumë bëhet sportistë. Më ndaj që është një kulturë sportive, kulturë sportive është më ndryshe nga muzika, nga arti. Se më mendoj që edhe arti nuk vlerësohet më, sepse sot talenti i një artisti kalon në komercializëm, automatikisht edhe më shumë e shofte sporti, sepse është trupi im këshu. Unë kom qenë sportist vetë, basketbolist, e kom dash basketbolin shumë, më para se muzikë. Se em rikëthin muzikë. E shofte sporti më shumë. E i vogël është akon. Po bën 4 Roeli në 19 janar. A ndodhë me po shpat kasapin të Big Brother VIP Kosova të Big Brother VIP Albania? Kom qenë kundër dhe të regoj drejt, po kove të fundit ka fillot të më pëlqeje. Sepse po është një rikëthim i famës i lezet shumë për aty. Edhe kur si dijet. Kur si dijet? Si dijet, ta shofim. Në më tonë, po do me lonë kështu si në nëheshte nuk e di ma të përrat. A ma shumë të Kosova të Shqipnia? Si është vendi bot ku vendi, thëshin. Tash njërëzit unë skandale, të unë gjërat realta, të të shofim me një reality show, se sa të të shofim me një emision. Pajtohesh me më besoj. Edhe kështu që pse jo. Okej, nuk i dijet. Fillim kom qenë kundër, e s'pranoj, tash mendoj se kisha gjetë veten aty, po varet. Prapë thom si da kem disponimin. Okej, kështu që... Se unë pak me 2 mendje. Diçka tham, por diçka nuk e tham. Unë ja fillova me kusht të ndau prej meje, por nuk du me të lëshu, në fund edhe pa diçka. Nuk të lëshau. Nuk të lëshoj. Edhe për fund diçka dhe me thonë, bilem spaku një refren, ndo një në spejkangve që ty të flenë zemra. Okej, një që se kom këndu moti.
Vetes nuk ja fali që isha me ty, sa shumë netë pa gjumë, nesër do të jetë më mirë. Vetes nuk ja fali që isha me ty, sa shumë netë pa gjumë, i vetë muar, i vetë muar. Specialisht e për Labin kjo. Faleminderit shumë. Dhe për publikum. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe turoj tanat mirat. Mu po vjen mirë, një respekt edhe një përshëndetje edhe për ty, por edhe për familjen tonë komplet, prej studios emisionit Një kafe me Labin. Po du me përmbyll krejt këtë pjesë këto, po du me përmbyll me juve dëve. E di se zakonisht unë gjithmonë ju shtin sfida dhe ju thomë bëni diçka aty për aty krejt, por e di që po, unë zakonisht ju sfidoj shpesh herë, edhe sonte po du me sfidu, dhe me thonë, po du me përmbyll, dhe me thonë pak ma festive, për shkak se edhe momentet ndoshta edhe kur jemi shpesh herë të mërzitun, ose shpesh herë në disponim edhe gëzimit edhe tillnimit, na bjen ndërmend shpati me vallë kosovaren, se gjithmonë e ka pas dhe me thonë edhe është njëna prej veprave ti që ka me mbet gjithmonë, derisa edhe Rita Ora ka dalë të vallëzu, dhe me thonë pikrisht me vallë kosovare. Ju dytë, hajde, a ka mundësi pak, hajde pak. Edhe njëre, Lum Taulant, falemderit shumë. Unë po du një falemderim shumë të madhë për së cilin për juve që keni qëndru bashkë me emisionin Një kafe me Labin, që keni qenë deri këto momente bashkë me ne. Uroj dhe besoj që diçka të bukur kemi sjellë sonte në kujtimin e Shpat Kasapit, e di që vepra ti, kënga e ti, asnjëherë nuk do të vdes, do të mbetë në kujtesën tonë, do të mbetë në kujtesën atyre njerëzve cilët fakt vazhdojnë me dashtë dhe e kanë dashtë gjithmonë. Jam me fat dhe falenderues shikues që u kam shumë, falemderit po i thëmë Prishtina Tiketit që është pjesë e rrugtimit tam, falemderit Pavinit për aromën e kafes që më na jep, gradualisht dhe më thonë jemi edhe tek fund viti, po e dekorojmë studion e emisionit Një kafe me Labin të Aneja, shkojni magistralen Prishtinë, Fushë Kosovë, apo në Fushë Kosovë anë në keni, edhe bëni përzgjedhjen edhe dekorit juj. Por javën tjetër, në kuadrët e emisionit Një kafe me Labin, po e të regoj edhe njëre për fund, sepse në fillim të emisionit e të regova edhe njëre që emisioni kushtuar 28 nëntorit ka qenë i realizum i gjithi, komplet. Emisioni bashkë me Vullnet Zhuriqin, bashkë me Lilin, bashkë me orkestrën, ka pas këngë patriotike, është biseda me Vullnetin, kështu që javën tjetër, në kuadrët e emisionit Një kafe me Labin, do tjetë ai emision për shkak që sonte, emisioni i kushtuar gjithçka Shpat Kasapit. Takojemi javën tjetër. Natën e mirë, me të mira.